Vendimet e fundit të qeverisë në detyrë për rritje pagash, pensionesh e shtesash për fëmijë janë cilësuar nga përfaqësues të opozitës si mashtrime dhe përpjekje për blerje votash në prag të zgjedhjeve. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti se po tenton që në prag të balotazhit për zgjedhjet lokale e afër zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të sigurojë më shumë vota me vendimet që i mori në qeveri. Thesi i mashtrimeve të një babadimri që kurrë s'erdhi për qytetarët e Kosovës, sado që premtoi çdo vit për 5 vjet. S'mundet ta rikthej besimin e humbur të qytetarëve e as nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhje parlamentare. Krejt ato që sot u thanë në mbledhjen e fundit të kësaj qeverie e që s'u bën 5 vjet me radhë, do të bëhen më mirë, më shumë e më shpejt, por me qeverinë e ardhshme pa Albin Kurtin e pa vetvendosjen. Në këtë mbledhje, qeveria në detyrë miratoi edhe buxhetin për vitin 2026 në vlerë të 4 miliard eurove. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami e akuzoi qeverinë për abuzim dhe theksoi se vendimet u morën për qëllime elektorale. Grupi parlamentar i vetvendosjes që ka uzurpuar zyrat e qeverisë aprovoi sot buxhetin për vitin 2026. Ka mundësi që buxheti i vitit 2026 të shkojë në 8 miliard e pagat e pensionet të rriten disa fish në kohën kur pritet vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pos opozitës kanë reaguar edhe organizata të shoqërisë civile. Në reagimin e Institutit të Kosovës për drejtësi thuhet se përveç se janë elektorale, vendimet janë miratuar nga një përbërje e qeverisë që sipas gjykatës supreme është në papajtueshmëri me kushtetutën dhe ligjin, me që mbajnë pozitat e deputetëve. Të gjithë anëtarët e qeverisë, të cilët janë certifikuar si deputet, nuk janë më anëtar të qeverisë dhe nuk kanë asnjë kompetencë për të marrë asnjë vendim. Për këtë arsye, të njëjtit kanë uzurpuar zyrat e qeverisë dhe rrjedhimisht të gjitha këto vendime në mungesë të kompetencës janë të kundërligjshme. Duke përmendur të njëjtën arsye, edhe Instituti GAP e vlerësoi të kundërligjshëm vendimin për miratimin e buxhetit të vitit të ardhshëm. Që ky proces të jetë i ligjshëm, ka qenë domosdoshme që nënshkruesit e këtij projektligji të jenë në përputhje të plotë me legjislacionin e lartcekur dhe propozuesit të jenë zëvendës kryeministri dhe ministra e zëvendës ministra përkatës që nuk kanë fituar njëkohësisht pozitën e deputetit në këtë legjislaturë. Çdo veprim që anashkalon këtë parim cenon vlefshmërinë e vetë ligjit për buxhetin, situatë që ndodhi sot. Pavarësisht këtyre interpretimeve, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha në qeveri se vendimet dhe miratimi i buxhetit u bën duke respektuar obligimet ligjore që shteti të mos mbes pa buxhet.